Pasi palët u pajtuan që dëshmitari i fundit në rastin Banjska të mos dëgjohet në gjykatore, shqyrtimi gjyqësor vazhdoi me paraqitjen e provave për administrim. Në këtë rast akuzohen Blagoje Spasojević, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović. Fillimisht u bë ditur arsyeja e mungesës së dëshmitarit. Më ka njoftuar se gjendet në Serbi për mjekim. Si rrjedhoi, u kërkua që deklarata e tij e dhënë më herët në polici dhe prokurori të pranohet si provë. Dëshmitari u dëgjua për rrethanat e aktakuzës. Propozoi që gjykata të siguroj proces verbalin, konsideroj se janë plotësuar kushtet. Më pas, një sër provash për administrimi i propozoi edhe prokurori Naim Abazi. Gjithashtu kemi edhe 2 raporte të pranuara përmes ndihmës juridike ndërkombëtare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që do t'i propozojmë për administrim në këtë shqyrtim gjyqësor. Pra, provat cilat janë propozuar, sipas indeksit, në dosje numër 1, nga 1 deri në 10, propozojmë që ta administrohen. Të gjitha këto kishin të bëjnë vetëm me 3 të akuzuarit prezent në sallë dhe jo 42 të tjerët të pakapshëm deri tash nga organet e drejtësisë. Provat e propozuara u mbështetën nga avukati i palës së dëmtuar Naim Rodari, i cili paraqiti edhe një kërkesë shtesë. Bëhet fjalë për deklarata të dëshmitarëve, njëri ndërtar ka ndryshuar deklaratën në shqyrtim gjyqësor. Ndërkohë, disa nga provat u kundërshtuan nga mbrojtja e njërit prej të akuzuarve. Kjo aktakuzë nuk është mundur të vërtetohet që në çfarë lidhje është i mbrojturi M. Spasojević, përveç kur flitet për gjurmët e barutit në rrobat e tij, të gjitha të tjerat kanë të bëjnë vetëm me përshkrimin e mënyrës në të cilën është arrestuar Blagoje Spasojević. I akuzuari Vladimir Tolić deklaroi se nuk ka pasur armë dhe as rol në sulmin terrorist, ndërsa Dušan Maksimović kërkoi që t'i shikoj video incizimet e siguruara nga prokuroria. Për këtë kërkesë, si dhe për 10 provat e paraqitura gjatë shqyrtimit gjyqësor, trupi gjykues do të vendosë të premten në seancën e radhës.